Më lejoni që ti përshëndes fillimisht nëse i kam në linjë. Përshëndetje, Flutura, përshëndetje, Kyle. Përshëndetje. Më lejoni që unë t'ju uroj edhe juve pavarësinë, 18 dhjetorin e pavarësisë së Kosovës. Festuam dje në Kosova, patët mundësi që të shihni fotografi, imazhe nga komuniteti shqiptar atje si u prit. Flutura? Faleminderit, urime edhe juve. Po, në Kanada komuniteti shqiptar feston çdo vit, në çdo qytet bëhet festimet ndryshme. Kim pa shumë foto, edhe na I kemi shpërnda fotot tona. Unë posaçërisht kam shpërndarë një foto të birit tim me flamur të Kosovës. She was asking if you've seen any pictures of festivities in Canada of Independence Day. Yes, of course. And there's many events that happen in Canada to celebrate Independence Day as well. Flutura, më ndihmon pak me përkthimin të lutem. Me që ke më ofër dhe të kursej nga sekundat që na merë kjo puna e kalimit të linjës, me që si u kam fizikisht këtu. Kyle, basically, përsëriti që ka thashone se gjithë qytet Kanadës festohet pavarësia Kosovës edhe kemi pa shumë festimet tilla. A ka ndonjë ritual gjë që bëhet çdo përvjetor të pavarësisë atje në Kanada, diçka më të veçantë që ju e çmoni ose e bëni ndoshta edhe veç ju në familjen e juaj? A ka diçka të veçantë? She's asked me if there's a particular ritual that happens every year that's more unique. Ambasada e Kosovës zakonisht çdo vit e ngrit flamurin e Kosovës në City Hall, në komunën e kryeqytetit të Kanadës. Telling them that they raise the flag, the Kosovo flag every year. Ajo është goxha e veçantë. Edhe ambasada zakonisht çdo vit e bën një farë ndaje me diplomat, me deputat. Ato dy janë goxha të veçanta, përndryshe çdo qytet bën aheng muzikor, zakonisht muzikantët vinë nga Kosova. Sa bukur, pra më duket se e keni kalu edhe ju mirë, ani pse nga pak mund të ketë munguar sigurisht të jeni fizikisht në Kosovë, por nuk ja keni ndje mungesën, me gjithë shka ka qenë në frymë festive edhe shqip, besoj. Ajo që Flutura o thash edhe shikuesve në fillim, është vëmendja që ka marrur fjalimi i Kyle në parlamentin kanadez, një fjalim i cili ishte drejtuar gjithë popullit të Kosovës, duke uruar për vjetorin e pavarësisë, po ashtu përcjellur edhe me ngjyra të flamurit të që kishte zgjedhur Kyle të vishte atë ditë. Ideja e kujt ishte? She's asking whose idea it was to wear the flag colors. That was me. Ideja është e Kyle, në fakt, Kyle I ka vesh ato ngjyra para 2 viteve, herën e parë kur e ka vënë deklaratën për pavarësinë e Kosovës. Ka qenë si surprizë për mua. Dhe këtë vit herën e dytë e ka përsërit. Sa bukur. Po kjo puna e fjalimit dhe urimit e diskutoj me ty paraprakisht, Flutura? Pra, zgjodhet fjalët bashka, po ishte gjithçka që ndjente Kyle nga zemra ta thoshte për Kosovën? The statement, or if you came up with it yourself? No, we worked on it together. Kemi diskutu dhe kemi përgatit bashkë. Okej. Le të më tregon dhe Kyle pak nëse mundet për emocionet që kishte marrë parasysh që ju tashmë keni edhe familjen tuaj, ti je shqiptare nga Kosova, sa emocion më ndryshe ishte për një kanadez të flas për Kosovën duke ditë që bashkëshortja e tij është nga Kosova. If you talk about your emotions, your feelings when you deliver the statement, knowing, like, given the fact that your wife is from Kosovo and now we have a family together. It's very emotional when you think about it because of the history and how wonderful and warmly we were received when we were in Kosovo during our honeymoon. So I'm just very proud to be part of the Kosovar family. Kaja tha se ishte shumë emocionuese, jo vetëm për shkak të historisë Kosovës, po sa mirë jemi prit kur kemi qenë Kosovë bashkë, dhe është shumë krenar që është pjesë e familjes kosovare. Sa bukur. Kur ka qenë hera e parë që ka ardhur Kyle në Kosovë dhe çka e ka impresionuar më shumë ti, themi?
was the first time that you visited Kosovo and what impressed you the most? When we went on our honeymoon was the first time, and the amazing sense of community that you sort of felt everywhere you went, and how proud Kosovars were of their country, flags, and how much they talk and revere their history as well. Hera e parë dhe vetë një, që ka qenë në Kosovë, ka qenë gjatë muajit mjaltit tonë para 2 viteve. Dhe gjëja që I ka bërë më shumë të përshtypje është komuniteti, sa shumë shqiptarë flasin për historinë e tyre, flamur që I ka pa anë kanë Kosovës I ka lënë përshtypje të mëdha, edhe thjesht sa mirë jemi prit. Flutura më dëgjon? Po, am dëgjon ti? Po, edhe unë. Okej, mund të pyes pak për historinë se si jeni njohur ju të dy dhe çka u ka bërë që ta rëmbeni zemrën njëri tjetrit? Sa vite keni bashkë? Sa vite u bën? And how we met and what made us fall in love and how many years we've been together. You want to start? Cili të doni për mua? Okay, jemi takuar ne kam punu në Parlamentin kanadez si asistente, Kyle ka qenë deputat, dhe jemi taku këtu në punë, si shumë çifte që takohen në vend punës. Jemi pa 6 vite tash, jemi të martuar që gati 2 vite, edhe jemi çka na ka bërë me rëmby zemrën, thjesht për mua, flas për vete. Kyle është një prej, unë gjithmonë thamë është një prej njerëzve më të mëshëm se një, edhe mënyra se si ai më trajton mua, ka bërë me dashurumta. Sa bukur, po hajta pisim Kyle pak, se çka e ka bërë atë të dashurohet në ty? What made you fall in love to, First of all, she's a beautiful woman. She is. She's so smart. And she's the happiest person I've ever met. And she just makes me feel so loved, so supported, and nothing ever gets her down. It's just such a beautiful quality. Sa bukur. Pra është ajo energjia që I dhuron Flutura, si duket edhe për portretet tjerave që nuk dojnë shumë koment për e bukur dhe e mençur. Ju, nga fryti I dashurisë tuaj, ka lindur djali juaj të cilin keni vendosur ta quani Kastriot. Sa kohë u desh që ta mendonit për emrin edhe të binit dakord që të dy? That's how long it took us to settle on his middle name Kastriot, and how did we decide? Not very long. Yeah. No, not very long. There were 2 choices, and I liked Kastriot more. And we agreed that was the one. Kemi vendosur shumë shpejt, sa I kemi marrë vesh që kemi djalë, une s'ka pas negociat, ka pas djalja me pas emrin shqip. Emri Kastriot është William Kastriot. Për emrin shqiptar kemi pas 2 zgjidhje, ose emrin e vllaut tim, që ka Trilon, edhe ai emër I bukur shqiptar, ose Kastriot, se Kastriot ka domethënie shumë të madhe për kombin tonë. Edhe Kyle I ka pëlqyer më shumë emri Kastriot, edhe mua ka pëlqyer tepër, edhe kemi vendosur shumë lehtë. Si ja përshkruani suedezve apo miqve të tjerë nga nacionalitetet tjera kur pyesin se cila është domethënia e emrit të dytë Kastriot? How do we, when people ask us about his middle name, like how do we explain it? We explain that he's named after the national hero, someone who saved the country and others from the expansion of the Ottoman Empire, a famous general. Shta Kyle, spjegojmë se ajo është ka emrin e herojit kombëtar shqiptarëve, edhe paraprakisht tregojmë se kush ka qenë Skënderbeu edhe për çfarë është I njohur. Shumë e bukur kjo. Flutura ti vjen nga Rahovecia, po? Po, kam lindje jam rrit në Rahovec. Pra besoj Kyle, sa po zbret në Kosovë, Rahoveci është ndalesa e parë, Patjetër. E ka provuar, çfarë mendon për rushin e Rahovecit, Kyle?
What do you think of Rahovets grapes? Amazing. We Amazing. did a tour of the winery. It was fantastic. The wine was absolutely amazing. Po, kur ishim në Rahovec, e kemi pas një tur privat të Stone Castle, edhe të budrumit tjetër, edhe në dy vendet na ka pëlqyer vera jashtëzakonisht. Është e mirë, është e mirë. Është nga të shumta gjëra të mira që ka Rahoveci, këtë duhet ta themi. Flutura dhe Kyle, ju faleminderit shumë për kohën. Të bashkëbisedim të drejt për drejt me mu këtu në emision, edhe njëherë ju uroj për vitorin e pavarësisë së Kosovës. Shpresoj t'ju takoj kur të jeni në Kosovë, të jemi bashkë në studio, që ta kemi dhe këtë komunikimin më të barabohem edhe njëherë. Thank you very much, Kyle. Mirupafshim.